Volodymyr Zelensky do të takohet sot me Donald Trump në Florida për të paraqitur argumentet e Ukrainës dhe për të provuar që presidenti amerikan të nënshkruajë versionin e fundit të një plani paqeje që synon të jap fund luftës gati 4 vjeçare me Rusin. Presidenti i Ukrainës, i cili mbërri në SBA me propozimet e tij të fundit mbi çështjen e vështirë territoriale, nuk do të ketë asgjë derisa ta miratojë unë, tha presidenti amerikan për Politico të premten, duke e përgatitur skenën. Megjithatë, Donald Trump tha: "Mendoj se do të shkojë mirë me të. Mendoj se do të shkojë mirë me presidentin rus Vladimir Putin, me cilin planifikon të takohet së shpejti." Homologu i Ukrainës shprehu shpresë të shtunën gjatë një ndalese në Kanada se takimi do të ishte shumë konstruktiv dhe kishte folur më parë me partnerët e tij evropian. Këta të fundit e siguruan për mbështetjen e tyre të plotë. Sipas kancelarit gjerman Friedrich Merz, në Kanada, Zelensky siguroi ndihmë të re financiare prej 2.5 miliard dollarësh kanadez nga kryeministri kanadez Mark Carney. Donald Trump do të pres Volodymyr Zelensky në orën 13 sipas orës lokale, 19 sipas asaj shqiptare, në Mar-a-Lago. Kjo rezidencë private në Palm Beach, ku republikani 79 vjeçar po kalon pushimet, është bërë një lloj shtojce e shtëpisë së bardhë. Ai pritet gjithashtu të mirëpres kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu atje të hënën. E gjithë bota po vjen, tha prezantuesi me kënaqësi sipas Politico. Takimi i mëparshëm midis udhëheqësve amerikan dhe Ukrainës, i mbajtur në tetor, kur Volodymyr Zelensky i kërkoi pas sukses bashkëbiseduesit të tij ta furnizonte me raketa Tomahawk, nuk ishte veçanërisht i ngrohtë. Samiti i Floridës vjen pas prezantimit nga presidenti i Ukrainës të një versioni të ri të planit amerikan, i cili synon të jap fund luftës dhe u modifikua pas bisedimeve me Ukrainën, duke e bezdisur shumë Moskën. Pas një versioni fillestar që pranoi shumë nga kërkesat e Rusisë, Kremlini beson se me këtë version të fundit, Kievi po kërkon të shkatërrojë negociatat. Në prag të takimit të Floridës, Moska dërgoi qindra dron dhe 10 raketa për të bombarduar Kievin dhe rajonin përreth kryeqytetit Ukrainës, duke vrarë 2 persona dhe duke lënë më shumë se 1 milion familje pa energji elektrike. Një sulm që tregon përgjigjen e Rusisë ndaj përpjekjeve tona për paqe, tha Zelensky të shtunën. Donald Trump nuk e fsheh acarimin e tij për zgjatjen e negociatave. Më 19 dhjetor, presidenti amerikan i kishte bërë presion Ukrainës që të lëviz. A do ta bind Volodymyr Zelensky atë që t'i dërgoj një mesazh të tillë Moskës, pasi versioni i tij i fundit duket i papranueshëm për rusët? Dokumenti me 20 pika propozon një ngrirje të pozicioneve në front, pa u përgjigjur kërkesës ruse për të rreqjen e forcave ukrainase nga afërsisht 20% e rajonit lindor të Donetskut që ata ende kontrollojnë. Dhe teksti i ri nuk përfshin më asnjë detyrim ligjor që Ukraina të mos bashkohet me NATO-n, një tjetër kërkesë kyçe e Kremlinit. Përveç fatit të Donbasit, rajonit të Ukrainës lindore të pretenduar nga Moska dhe termocentralit bërthamor Zaporizhia, i cili është i pushtuar nga trupat ruse në jug, të dy udhëheqësit pritet të diskutojnë garancitë e sigurisë që perëndimi mund të ofrojë si pjesë e një marrëveshjeje paqeje. Këto garanci sigurie duhet të vinë në të njëjtën kohë me fundin e luftës, këmbguli Volodymyr Zelensky. Presidenti amerikan kohë të fundit ka lënë të kuptohet se beson se Ukraina ka çdo interes në ngrirjen e vijës së frontit sa më shpejt të jetë mundur, përballë asaj që ai e sheh si një përparim të pashmangshëm rus në terren. Por paqja duhet të ruajë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, theksoi dje presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pas një bisede telefonike me Volodymyr Zelensky. Në një intervistë me agjencinë e lajmeve TASS të transmetuar herët këtë mëngjes, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Bashkimi Evropian është bërë pengesa kryesore për paqen. Në terren, komanda ushtarake ukrainase foli për një sulm masiv rus me raketa edhës të shumtë gjatë natës në qytetin e Khersonit, duke thënë se zjarre kishin shpërthyer në infrastrukturë dhe zona banimi.